Lirimi i hapësirave publike nga ndërtimet e paligjshme përbën një nga hapat e parë të rëndësishëm drejt zbatimit të programit qeveritar Rilindja Urbane 2.0. Një nismë që synon një vetëm rikthimin e ligjshmërisë në territor, por edhe krijimin e një mjedisi të rregullt, estetik dhe funksional për komunitetet lokale. Ky program vjen si vazhdim i përpjekjeve të mëparshme për transformimin urban të qyteteve shqiptare, duke u përqendruar këtë herë tek pastrimi i hapësirave të përbashkëta dhe kthimi i tyre në shërbim të qytetarëve. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamje të reja nga aksionet që po zhvillohen në disa qytete të vendit, ku po kryhen ndërhyrje për çmontimin e strukturave metalike, kioska apo lokaleve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme nga subjekte private. Për të përfshirë edhe qytetarët në këtë proces, është vënë në funksion platforma Hapësira ime publike, përmes së cilës çdo individ mund të raportojë ndërtime pa leje apo raste zaptimi të hapësirave publike. Kjo qasje synon të krijojë një frym bashkëpunimi midis institucioneve dhe komuniteteve lokale, duke e bërë procesin e urbanizimit më transparent dhe gjithëpërfshirës. Aksioni për lirimin e hapësirave publike ka nisur në rang kombëtar që prej muajit korrik dhe po shtrihet gradualisht në të gjitha bashkitë e vendit. Sipas njoftimeve zyrtare, të gjitha bizneset apo lokalet që kanë uzurpuar padrejtisht trotuaret, sheshet apo zonat e gjelptura me struktura metalike, xhami, karrike apo tavolina do të prishen dhe hapësirat do t'u kthehen qytetarëve. Qeveria e konsideron këtë proces një domosdoshmëri për përmirësimin e cilësisë së jetës urbane dhe rritjen e ndërgjegjësimit për respektimin e pronës publike.